Cili është vendi më i bukur në botë? Këdo që të pyesni do t'u thojë që vendi më i bukur në botë është vendlindja e tyre, atje ku kanë lindur edhe janë rritur. Sado që ai vend ka shumë vështirësi, është e vështirë që të jetosh atje më, një fshat i Shqipërisë i cili mund të jetë larg nga qyteti, nuk ka punë, nuk ka asfalt, akoma që jemi dhe në 2025, por prapë kujtimet që kemi nga ai vend na bëjnë që të kthehemi atje çdo vit ose çdo herë që kemi mundësinë, edhe ta vizitojmë, edhe të kujtojmë një çik fëmijërinë, edhe të gjitha ato kujtime të bukura që kemi pasur atje, ti përjetojmë sërish edhe gjithmonë. Këtu po u tregoj diçka pamje nga fshati im, nga shtëpia, ja dhe Macja që po rri aty edhe po na bën shoqëri. Shikoni tani se sa i bukur që është qielli, kishte rënë shi, edhe pastaj ja u hap koha, edhe është vërtet o njerëz një mrekulli e vërtetë. Sado që ka shumë vështirësi që të jetosh në fshat, se nuk ka shkolla në radhë të parë, shëndetësia nuk është ajo që duhet, është e vështirë që të jetosh me fëmijë aty, por që të kthehesh në fshat edhe të vizitosh njerëzit e tu edhe prindrit është diçka që nuk ka asnjë shpërblim.